Po për abdomenoplastik, cilat janë kriteret potenciale? Ose kur shihni ju që një person është i përshtatshëm për me bënë një abdomenoplastik? Personi i përshtatshëm për me bënë një abdomenoplastik është një person që ka sasi të vogël të dhjamit në trup, në trupin e tij, gjithsesi në abdomen. Personat të cilët vendosen me bëjë abdomenoplastik nëse janë të plotë, se normalisht abdomenoplastika bëhet e personat të nanat, të cilat kanë lind, lëshimi i barkut për shkak të zgjerimit të madh, strijat edhe lëkura e tepërt e cila krijohet, edhe te personat që kanë humbë peshë të madhe. Sepse lëkura është zgjeru edhe nuk kthehet për shkak të disa persona elasticiteti nuk është i ruajtur, edhe për atë arsye të disa persona patjetër e vetmja zgjidhje është eksidimi i lëkurës përmes abdomenoplastikës. E normalisht kjo është ajo që edhe ne kërkojmë te pacienti. Kur pacienti vije edhe tregon që për një kohë të shkurt ka humbë peshë edhe dëshiron të performojë abdomenoplastik, atëherë informata jonë si mjek është që duhet ajo peshë të ruhet deri në 2 vjet. Nëse pacienti nuk lëviz në peshë deri në 2 vjet, ajo është pacient ideal për një abdomenoplastik normale. Mirë, po tek ne kjo nuk është edhe shumë se aplikohet. Në fakt, ne i operojmë pacientat cilët vetëm kërkojnë edhe jam kandidat potencial, edhe nëse kanë lëvizur peshë për një kohë të shkurtë. Po çfarë ndodh me abdomenin? Çfarë ndryshimesh kanë muskujt abdominal gjatë kësaj ndërhyrjes së pas? Ne bëjmë edhe qepjen e muskujve, të cilët normalisht janë zgjeru gjatë lindjes, po edhe te personat që veç kanë shtu peshë, pastaj ata normalisht që e përkufizojnë edhe formën e abdomenit. Patjetër, pa qepjen e muskujve, atëherë ajo abdomenoplastik nuk do të ishte po çfarë duhet të kenë kujdes këta pacientë që i nështrohen në ndërhyrjet e tillë? Pacientat nuk do të pinë duhan, faktikisht për asnjë intervenim, 6 muaj minimumi para intervenimit duhet pacienti ta ndërprej duhanin, të mos përdor alkool, të mos përdor yndyra, të nështrohet një dietë, domethënë të shëndetshme, edhe pastaj normalisht edhe komplikimet do të jenë shumë më të vogla se sa. E përmendëm disa që edhe domethënë kërkesë më shpesh nga gratë pas lindjes. Po si shkon kjo? Është një problematik që deshta me cek. Gratë zakonisht shoqet e mia më kanë ftuar shpesh që domethënë unë po lind edhe a ka mundësi në atë akt ta bëj abdomenoplastikën. Jo, nuk është e mundon të bëhet në atë akt, për arsye se barku është shumë i fryrë. Sigurisht krejt njerëzit e dinë që në momentin që lind, domethënë ende është mitra e shumë hipertrofike, edhe ajo do të mu kontrahu, edhe shkon kohë derisa të kontrahohet, edhe të bind, domethënë të ulet niveli i hormoneve, gjitha këto svohi në anën ginekologjike, edhe për atë arsye minimumi për abdomenoplastik duhet kaloj 6 muaj për me qenë kandidat për abdomenoplastik. Ndoshta kishte me qenë më mirë që bile të kaloj 1 vit. Mirë, po minimumi do të jetë 6 muaj nga lindja për me u kry procedura abdomenoplastikës, abdomenoplastik totale. A mundet një gru shtatzan, domethënë pas lindjes me bën një abdomenoplastik, e mandej a e pengon diçka shtatzania apo lindja tjetër? Apo rikthehet gjendja siç ka qenë edhe më herët? Jo, absolutisht. E vetmja gjë që është më e vështirë për ne, për arsye se krijohen adezione, domethënë ngjitje të lëkurës barkut, për arsye se është bën një herë ndarja, edhe po edhe një herë për ndryshe nuk e pengon as pak një grua për të ngel shtatzan nëse veç një herë është bë abdomenoplastik. Doktorish, cili është ndoshta një keq kuptim apo mit, ose thjesht një këshill profesionale që kishe pas qef m'ja u jap shikuesve rreth kirurgjisë estetike dhe ndërhyrjeve të reja? Gjithmonë e them, do të më qëndru gjithmonë afër natyrales, jo mu bo si dikush tjetër, se dikush tjetër është, po ti e vetëm ti, edhe e bukura e asaj është se njerëzit dallojnë, se me qenë këtë njerëzit njëjtë, atëherë nuk kishte me qenë interesante jeta. Kështu që
Kështu që po, pajtohem sepse duhet me I shëru komplekset, me bo një ndryshim, me fresku vetën, mirë po jo me u bo gjithë njëjtë, edhe jo me marrë trajtim nga njerëzit jo adekuat, edhe njerëzit jo profesionist, sepse kjo është, do më thonë, organizmi jonë, vetja jonë, do të me dasht vetën. Po shohemi çdo ditë që njerëzit po marrin tretmanet e njerëz jo kompetent, jo profesional. Sa ju pengon juve si profesionistë të kësaj fushë? Jo, neve nuk na pengon absolutisht në atë aspekt, sepse ata persona gjithmonë përfundojnë tek ne, po fatkeqësisht është se pacientat, ata persona maltretohen pastaj, sepse një gabim që ndoshta është shumë I thjesht, ju kushton atyre shumë. Edhe kohë gjatë për rikuperim. Faleminderit shumë për këto këshilla kaq profesionale që I ndave me ne. Faleminderit edhe juve.